Çfarë është praktika mendore ose vizualizimi dhe si mund t'i ndihmojë kjo personat e moshës së tretë që kanë aftësi njohëse të kufizuara? Përshëndetje, unë quhem Kristiana Storli, kam studiuar në Oregon të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për patologjinë e gjuhës dhe dëgjimit. Dhe sot dua të flas me ju për një praktikë shumë interesante. Dhe kjo është praktika mendore. Çfarë është praktika mendore? Praktika mendore është thjesht vizualizimi mendor i asaj që ne jemi gati të bëjmë fizikisht. Është përdorur prej sportistëve profesionist për shumë dekada. Për shembull, në sportin e gjimnastikës, gjatë lojrave olimpike, ne shpesh shohim sportistët të kenë sytë e mbyllur dhe gjatë kësaj kohe po vizualizojnë ose po përdorin praktikën mendore për të parë se si do të shkojë performanca e tyre. Në mendjen e tyre, ata kalojnë hap pas hapi në çdo pjesë të performancës së tyre fizike. Dhe më pas, janë gati për të performuar. Shumë studime prej shumë dekadash tregojnë që kur ne përdorim praktikën mendore përpara se të bëjmë diçka fizikisht, rezultatet që ne japim janë më të larta. Dhe kjo ka kuptim, sepse nuk po bëjmë diçka thjesht fizikisht, por gjithashtu dhe mendërisht, pak a shumë po e bëjmë diçka dy herë. Dhe kjo është arsyeja pse praktika mendore jep rezultat. Hera e parë që praktika mendore filloi që të praktikohet tek personat e moshës së tretë, ka qenë tek personat që kishin kaluar një stroke ose goditje në tru. Ajo që ndodhi me pacientët ishte kjo. Terapisti filloi që t'ju jepte pacientëve disa kufje ku dëgjonin nëpërmjet audios se çfarë hapash duhet të merrnin për të ecur nga një vend në një vend tjetër. Audioja ishte shumë specifike. Për shembull, në fillim do të ecim në këtë anë të trotuarit. Më pas duhet të ndalojmë sepse drita e semaforit është e kuqe. Kur drita është jeshile, ne do të fillojmë të ecim dhe kështu me radhë. Terapistët panë që kur ky person fillon që të praktikojë në mendje procesin e ecjes, pa ecur, në tru ndizeshin të gjitha ato aspekte që përdoreshin nëse personi do të kishte ecur vërtet. Ishte njësoj si kur personi të përdorte muskujt, por jo muskujt e trupit, muskujt e mendjes. Dhe kjo bëri që terapistët të kuptonin që praktika mendore ishte shumë efektive tek personat e moshës së tretë me aftësi njohëse të kufizuara ose me aftësi fizike të kufizuara. Gjithashtu, terapistët filluan që t'u jepnin këshilla pacientëve të moshës së tretë që kishin kaluar një stroke ose kishin aftësi njohëse të kufizuara, të bënin disa herë praktika mendore në ambientet e tyre të shtëpisë. Kjo bente që ky person që mbase nuk ec ose nuk lëviz ose nuk është i aftë të haj vetëm, të filloj të verë në lëvizje, le të themi muskujt e trurit ose neuronet e trurit, edhe pse muskujt e dorës apo të këmbës nuk janë akoma atje ku duhet të jenë. Terapistët panë që zhvillimi ishte shumë herë më i shpejt dhe terapia shkonte shumë herë më mirë kur pacienti përdorte praktikën mendore, por gjithashtu pacienti ishte i sigurt sepse pacienti nuk po ecte dhe nuk kishte mundësi për të rënë ose nuk po bënte lëvizje fizike që mbase preknin sigurinë e tij. Praktika mendore, tashmë prej shumë studimesh, është provuar të jetë një praktikë shumë efektive. Jo vetëm për personat e moshës së tretë, por për gjithë secilin prej nesh. Shpresoj që ky të ketë qenë një informacion i dobishëm për ju. Dhe deri në videon e ardhshme, mirupafshim!